Shqipëria është përballur kundër Anglisë duke humbur në shifrat 0-2 në Albania, por përtej kësaj humbje, loja e Shqipërisë ka qenë fantastike dhe e një niveli shumë të lartë për 70 minuta. Pavarësisht kualifikimit të mëparshëm, impenjimi ishte maksimal në vendin tonë dhe koha shtesë ka përzgjedhur 5 lojtarët më të mirë të këtij takimi sa i përket futbollistëve të Shqipërisë që shkëlqyen dhe morën dorë trokitet e publikut her pas here në stadium. Ardian Ismaili, nota 6.5. Ismaili ka nxjerrë një ndeshje të nivelit të lartë, ka një konkurrencë së madhe me Ajetin për të qenë krah i mshitit, por me logjikë sportive, Ismaili qëndron një përpara, i pagabueshëm dhe ka me vete edhe artin e errët. Detaji më i bukur vjen nga minutat e para, një top depërton për Rais brenda zone që do të gjendej i vetëm përpara Strakoshës për ta shtyrë topin në rjet. Mjaftonte një devijim. Duke parë se Raisi iku, Ismaili gjeti zgjidhjen perfekte duke u rrozuar në tokë dhe duke i dhënë edhe një goditje të lehtë me dorë lojtarit të Anglisë, por mjaftonte sa për ta zhbalancuar dhe për t'i hequr sekondin që e largoi nga topi. Ky është Ardian Ismaili, në duelet 1-1, i pagabueshëm dhe i vëmendshëm në çdo fraksion sekondi të ndeshjes. Kristian Aslani, nota 7. Një nga ato ndeshje që tregon qartësisht se sa është rritur Aslani. Për Torinën dhe Interin mund të jetë një lojtar stoli, por për Shqipërinë është luks që të ketë një mesfushor të tillë në kombëtare. Pasimet e gjata vazhdon të ketë specialitetin e tij, krijoi një volum të madh loje dhe bëri diferencën me sa mundi përballë një mesfushë të Anglisë që kishte emra të kalibrit botëror. Ishte një nga ato ndeshje që Aslani ka nxjerrë për kornizë dhe nga ato ndeshje që tregojnë shumë për të të Shqipëria. Nedim Bajrami, nota 7. Shumë pyesin se përse Silvinho e grumbulloi kur ishte i përjashtuar te Rangersi. Përgjigjen e dha qartë, kundër Andorës ishte ky njeriu që gatoi golin e kualifikimit dhe dje ka qenë breslënës. Silvinho aktivizoi në krahun e djathtë të sulmit dhe aty bëri çudinë për te rolit jo të preferuar, cilësisht është mesfushor organizator me një mirë që kemi në kombëtare. Pasimi i dhënë për Arbrogjën ishte një tjetër dëshmi e gjallë e klasit të Bajramit. Kur Bajrami dëshiron të luajë, bën çmendurira, por ndonjëherë motivimi i ulët dhe gjunjët që nuk i mbajnë nga mungesa e minutave në klub bën që të kërkojmë largimin e Nedim Bajramit nga fusha e blertë në një ndeshje të Shqipërisë. Me Anglinë e përsërisim, ishte në një nivel tjetër. Arbroja, nota 8. Lojtari i ndeshjes, ja përse në futboll vendos shumë herë fati dhe në të tjera menaxheri. Ka lojtarë të huaj që luajnë në ekipe shumë të mira, pa cilësi të jashtëzakonshme, ndërsa një Arbroja që mund të tallet lehtësisht me gjithë mbrojtjen e Anglisë nuk shkon më shumë se Dinamo e Zagrebit. Mëkat, u tall hapur me ta, i driblonte si të dëshironte, në të majt dhe në të djathtë, me lëvizje me top dhe pa top, mbizotronte në krahun e tij. Në ndryshim nga e kaluara, ka fituar dhe një përgatitje fizike shumë të mirë. Nëse më parë, Arbroja ndiste vetëm 20 minuta turbon dhe pastaj fikej, dje ka luajtur të paktën 70 minuta të një niveli fenomenal. 70 minuta kundër Anglisë në një ritëm të tillë janë si 120 minuta ndaj çdo kundërshtari tjetër normal. Edhe një herë tjetër, Arbroja e tregoi se në lojën 1-1 është i llatarshëm. Myrto Uzuni, nota 6.5. Ndoshta nuk është tipi lojtarit që të futet në driblime, të bëj magji dhe të shënoj, por është shumë i domosdoshëm te kjo kombëtare. Nëse flasim për përgatitje fizike, është më i mirë se gjithë lojtarët e tjerë të Shqipërisë. E sheh kudo, vrapon kudo, ushtron presin kudo dhe nuk e njeh fjalën lodhje. Vrapimi i tij si një kafshë e çmendur nxit edhe të tjerët që t'japin këmbëve dhe të mos qëndrojnë në vend.